Pas dakordësisë arritur të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për një përbërje të barabarta antarëve në Komisionin për Reformën Zgjedhore, me sa duket ka një tjetër dakordësi për një gjithë përfshirje edhe të partive të tjera. Detajet më shumë na i përcjell kolegja Fiorella Beleshi. Fiorella, të përshëndes. Për çfarë është rënë dakord? Duhet themi pas 24 orë pasi u publikua dhe raporti u dirit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, tashmë socialistët kanë finalizuar së bashku me demokratët dhe projekt vendimin final për sa i përket ngritjes së komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Diskutimet paktën ditët e fundit kanë qenë për sa i përket përbërjes, për shkak se kanë kërkuar dhe partitë e tjera të cilat nuk kanë grupe parlamentare në parlament për të qenë të pranishëm dhe për të dhënë kontributin e tyre në këtë komision për sa i përket reformës zgjedhore. Në projekt vendimin që ADYSN e disponon, tregohet që Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore do të përbëhet nga 16 antar, 7 antar nga ana e Partisë Socialiste, grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 7 antar të tjerë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, duke lënë jashtë në këtë mënyrë duhet themi edhe 2 grupet e tjera parlamentare të opozitës dhe nga 2 antar do të jenë njëra nga ana e mazhorancës dhe tjetra nga ana e opozitës, 2 antar të cilët do të jenë në Komisionin e Reformës Zgjedhore që kanë më shumë se 2 mandate nga zgjedhjet e 11 maj dhe i kanë në parlament. Çka do thotë? Posaçërisht do të jenë një karrige nga ana e Partisë Socialiste e mazhorancës, partia e Tomdoshit, dhe nga ana e opozitës një deputet i Partisë Mundësia. Ndërkohë, përsa i përket edhe asaj kritike që ka patur nga 2 partitë të cilët kanë një nga mandat deputeti në parlament, Lëvizja Bashkë dhe Shqipëria Bën, edhe ata do të kenë mundësi të kenë nga një karrige në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore, por pa të drejtë vote. Jepet mundësia për të bërë propozime për amendime përse përket të reformës zgjedhore, por jo nuk kanë të drejtë vote. Por nga ana tjetër, gjithashtu në projekt vendim sqarohet që vendimet duhet të merren me shumicë të antarëve të komisionit, por gjithmonë duhet të kenë edhe votën e të 2 bashkëkryetarëve, pasi bashkëkryetarët kanë të drejtën e vetës. Nëse bashkëkryetari nuk do që të kalojë një amendament i caktuar apo produkti final, atëherë nuk kalon dot në këtë komision. Por për të zgjidhur dhe këtë ngërsh, duhet të themi, Partia Socialiste mendon që nëse produkti nuk arrin në dakordsi, atëherë duhet t'ia dërgojmë Komisionit të Venecias për të marrë dhe një qartësi nga ana tjetër. Por pos këtij akti final, duhet të themi që në Komisionin e Reformës Zgjedhore, politika shqiptare kërkon sërish faktorin ndërkombëtar. Ata ftojnë ekspert nga Komisioni i Venecias, OSBE-ODIR, gjithashtu Këshilli i Evropës, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të dhënë të gjithë kontributin dhe për të bërë një asistencë për sa i përket politikës shqiptare. Në objektin e punës së këtij komisioni do të jenë të gjitha rekomandimet e ODIR-it, jo vetëm në zgjedhjet rekomandimet e fundit që bën për zgjedhjet e 11 maj, por edhe për zgjedhjet e vendore të 2023-shit dhe të rekomandimeve që janë dhënë më herët dhe politika nuk i ka plotësuar, por gjithashtu edhe për objektivin e një ligji për sa i përket financimit të partive politike që ka patur edhe në këtë raportin e fundit, ka patur kritika të shumta nga ODIR për politikën shqiptare, ku duke treguar që sidomos në fushat elektorale, në fushatat online, apo për palët e treta, parat ishin të pakontrolluara dhe nuk kishte raportime në institucionet në vend. Dhe për këtë arsye duhet që të paktën përsa i përket vullnetit politik, deri më tani do të përfshihen të gjitha. Produkti final betet për të parë 9 muaj kohë, ka ky komision për të bërë të gjithë punën të cilën e ka parashtruar, pavarësisht se duke referuar traditës, gjithmonë Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore është shtyr në kohë, por nga ana tjetër duhet të kujtojmë që Shqipëria e ka detyrim nga ana e Bashkimit Evropian për ta dorëzuar brenda 2026-s edhe reformën zgjedhore. Kur nis Fiorella, meqense modalitetet dal nga dal po përcaktojnë për sa i përket përbërjes, ka 9 muaj afat, por kur nis nga puna? Me 30 tetor do të miratohet dhe ngritja e Komisionit të Reformës Zgjedhore për shkak të përjashtimit të kreu të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi nuk është ngritur pasi është ai relatori dhe më pas duhet parë nëse me 30 tetor do të dërgohen edhe emrat nga të gjitha grupet parlamentare, si të Partisë Socialiste ashtu të Partisë Demokratike dhe partive të tjera të cilat do të kenë ato me të drejtë vote dhe ato pa të drejtë vote, dhe më pas do të miratohet dhe përbërja që të nisin punën kështu palët politike përsa
përket të gjitha rekomandimeve apo ndryshimeve të cilat do të propozohen nga ana e grupeve parlamentare dhe partive politike. Duhet të themi që tashme Partia Demokratike kërkon më shumë se sa rekomandimet e Odirit. Partia Demokratike edhe publikisht e ka shprehur që kërkon ndryshimin e sistemit. Duhet parë nëse Partia Socialiste do t'ja pranojë këtë kërkesë demokratëve të Sali Berishës. Qyrelat, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle lidhur me këtë dakordësi tjetër për sa i përket partive politike për Komisionin për Reformën Zgjedhore.